të ndërgjegjëson, por të bën edhe të krijosh një traditë. Një traditë, nëse ti përgjatë gjithë muajit, domethënë reagon më mirë, i largon fjalët e këqija, i largon veset, i largon ca sjellje të cilat janë të dëmshme, janë ofenduese, nëse ti përgjatë gjithë një muaj, i largove gjitha këto, ti ke krijuar edhe në sjelljen tënde ke krijuar një traditë. Por më falni nëse do zhvendosem pak tek pjesa e familjes dhe pjesa e iftarit. Duhet ta sjell në vëmendje sepse familja sot, familja në shoqërinë tonë, por gjithandej, po flasim sidomos në shoqërinë tonë, ndjem një ftohtësinë mes anëtarëve të familjes. Të ngrënit së bashku është problem. Domethënë, të shtrohet një sofër si dikur, të mblidhemi që të gjithë në tryezë si dikur, është një çik problem për arsye të orareve, për arsye të rrjeteve sociale, për arsye të telefonave, të teknologjisë e kështu me radhë. Pra njerëzit brenda familjes nuk po mblidhen. Dhe vjen iftari në Ramazan dhe kjo është një domosdoshmëri. E bën të domosdoshme mbledhjen. Për të ngrënë sepse do jetë vakti i përcaktuar, uria për të gjithë dhe që të gjithë i sjellën në sofër. Dhe kjo ndihmon në afrimin e anëtarëve të familjes, sidomos të kalamajve, domethënë që të mblidhemi që gjithë bashkë, të bisedojmë diçka, të bëjmë një lutje të përbashkët, pastaj falja e namazit përbashkët, domethënë që gjitha këto janë